Horoskopi për ditën e hënë 6 prill 2026. Dashi, sot yjet janë rreshtuar vetëm për ty dhe paratë do të vinë si lumë i rrëmbyer që nuk ndalet dot. Ke një nuhatje prej gjeniu për çdo punë dhe sot do të godasësh në shenjë, aty ku të tjerët nuk guxojnë të shohin. Njerëzit do të shikojnë me adhurim dhe do të përkulen, sepse përkushtimi yt nuk ka shoq. Mos u ndal, trego se kush është bosi, sepse bota është në këmbët e tua dhe bereqeti do të mbulojë shtëpinë. Kalojmë tek Demi. I dashur Demi, sot fati po të ndjek nga pasi hije dhe suksesi në dashuri dhe shoqëri do të jetë i pashmangshëm. Çdo dorë që do të shtrëngosh sot do të kthehet në një lidhje të artë që do të shërbejë për gjithë jetën. Ke një stil mbretëror që i lë të gjithë pa mend dhe njerëzit do të luten të kenë pak nga vëmendja jote. Je si një yll që ndriçon çdo ambient dhe xhepi yt mund të rëndohet pak nga begatia, sepse ti je i lindur për të shijuar gjërat më të mira të kësaj jete. Kalojmë tek binjakët. Të dashur binjak, sot fjala juaj do të ketë peshë të madhe dhe mund të tundë themelet e çdo pengese që mund të dalë përpara. Një gëzim i fshehtë, por i madh po të vjen tek pragu i derës. Diçka që e ke pritur prej kohësh mund të ndesë shpirtin flak. Je i destinuar për të qenë në maj dhe sot do të marrësh përsipër përgjegjësi që do të ngrenë lart emrin tuaj. Ti nuk flet, ti nxjerr margaritare nga goja dhe bota të dëgjon me kuriozitet. Kalojmë tani tek shenja e Gaforres. E dashur Gafore, më i zemër e florit, sot do të bësh mrekulli me njerëzit dhe çdo projekt që do të prekësh mund të kthehet në një sukses të madh. Je shpirti i shoqërisë dhe të gjithë do të kërkojnë dritën tënde për të ngrohur pak. Një lajm i mirë për punën dhe shëndetin do të vijë si dhuratë nga qielli. Mos u lodh me detaje të vogla, sepse ti je krijuar për gjëra të mëdha dhe për të udhëhequr turmat drejt suksesit. Sot je e paprekshme dhe e bekuar. Shenja e Luanit. I dashur Luan, ti sot do të jesh tamam mbreti i çdo vendi ku do të shkelesh dhe do të shkëlqesh aq shumë sa do të verbosh syt smirëzive. Kreativiteti yt do të lulëzojë si kopshtet e parajsës dhe çdo vendim që do të marrësh do të jetë një fitore e pastër. Emri yt do të përmendet në tëreza të rëndësishme për mirë dhe nderi yt do të rritet lart në qiell. Je i lindur për të udhëhequr dhe fati po të jep çelësat e çdo porte që dëshiron të hapësh. Suksese! Kalojmë tek shenja e Virgjëreshës. Virgjëresh, mendje mpret. Sot çdo stres dhe çdo merak do të shkrihet si kripa në ujë. Shpirti yt do të mbushet me një qetësi hynore. Do mësosh sekrete dhe gjëra të reja që do të bëjnë njeriu më të pushtetshëm në rrethin tënd. Je gati të pushtosh horizonte të reja dhe asgjë nuk mund të ndalë vrrullin tënd drejt përsosmërisë. Çdo hap që hedh sot është i llogaritur nga yjet për të çuar drejt pasurisë dhe lumturisë së përjetshme. Peshorja. E dashur Peshore, sot do të zbulosh zgjidhje për çdo hall që të ka munduar dhe do të dalësh fitimtare si kurrë më parë. Një lidhje re ose një miqësi e fortë do të sjellë gëzime që as në ëndër nuk i ke parë. Je një magnet i gjallë dhe çdo mister do të zgjidhet përpara syve të tu. Bota jote ka nevojë për ty dhe ti sot do t'u tregosh të gjithëve se si jetohet me stil, bukuri dhe mençuri. Shenja e Akrepit. Akrep i fuqishëm. Mund të korrësh ndonjë fitore. Mund të mbetesh në histori, do të pushtosh zemrat e njerëzve me forcën tënde të pashoqe. Çdo marrëveshje ose pazar që do të bësh sot mund të sjellë fitime të mëdha, ndoshta që do t'i kesh për shumë kohë. Je i vetmi që di t'i bëj ballë çdo stuhie dhe sot do të dalësh mbi të gjithë si fitimtar i padiskutueshëm. Kush të ka ty në krah, ka fituar botën dhe kush të del kundra do të pendohet. Shigjetari. I dashur shigjetar, o shpirt i lirë, sot do të jesh i pamposhtur dhe çdo betejë e jetës
do të përfundojë në triumfin tënd. Lajme të arta për paratë dhe për pasurinë do të vinë nga larg dhe mund të gëzojnë dhe shtëpinë tuaj. Je njeriu që sheh aty ku të tjerët janë të verbër dhe kjo do të ngjisë në majat më të larta të suksesit. Shtëpia jote do të jetë plot bereqet dhe buzëqeshja jote do të ndriçojë rrugën e të gjithëve sot. Vazhdojmë me Britcjapin. I dashur Britcjap i çelikt. Ti sot do të jesh një njeri shumë i kërkuar dhe i vlerësuar në mbar shoqërinë tënde. Dashuria do të vijë me aq vrull të madh sa do të rrahë zemra si kurrë më parë. Je një gjenin që di ta kthej çdo vështirësi në flori dhe sot bota do të njohë fuqinë tënde të vërtetë. Ke një bukuri dhe një forcë që i lë të gjithë pa frymë. Përgatitu sepse sot nisin ditët e tua më të lavdishme. Shenja e ujorit. I dashur ujor, sot para do të shtohen si me magji në duart e tua dhe çdo projekt që ti e ke në kokë do të fillojë të marrë një formë dhe të lulëzojë. Je njeriu që bën të pamundurën të mundur dhe sot fati po të buzëqesh me të dyja duart. Familja dhe shtëpia do të jenë kështjella jote e lumturisë. Ti ujor je i veçantë, je i rrallë dhe sot do të kuptosh që je krijuar për të sunduar. Kalojmë tek peshqit. Të dashur peshq, sot do të kesh një lidhje të fuqishme që do të hap dyert e botës dhe do të bëjë njeriun më të lumtur. Pavarësia jote do të çojë drejt fitoreve që as mbretërit nuk i kanë arritur. Ke një mënyrë të foluri që shëron shpirtra, të cilët do të vrapojnë pas teje për të marrë pak nga mençuria jote. Sot çdo gjë është e mundur për ty, sepse yjet kanë vendosur të të kurorëzojnë me një sukses të përjetshëm. Ju urojmë të gjithë shenjave një ditë sa më të mbar, suksese në punë, fat në dashuri dhe shëndet sa më të mirë.